Dita e shtunë është shpallur nga qeveria ditë zie kombëtare për të nderuar kujtimin e pretendentit të fronit mbretëror Leka Zogu i parë. Leka Zogu i parë u nda nga jeta në moshën 72 vjeçare në 30 nëntor. Trupi i pajetit i tij, i veshur me uniformën ushtarake sipas dëshirës së tij të fundit, u vendos në hollën e Kuvendit të Shqipërisë, ku u zhvilluan homazhet. Në ceremoninë e homazheve të organizuara sipas protokollit shtetëror, morën pjesë krerë të lartë të shtetit shqiptar, por edhe nga Kosova, ambasadorë të akredituar në vendin tonë, përfaqësues të besimeve fetare e tjerë, të cilët u përkulën me nderim para trupit të pajetë të Leka Zogut të parë. Pas ceremonisë së homazheve, përfaqësuesit e besimeve fetare bën lutje mbi shpirtin e tij. Fjalimi i lavdëmirës u mbajt nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha, i cili e cilësoi Leka Zogun e parë si një figurë themelore për aktet shtetformuese të Shqipërisë. Mëtej, rreth orës 12, trupi i pajetit Leka Zogut është përcjell për në banesën e fundit për të prerë pranë eshtrave të SM-s, mbretëreshës Geraldin dhe bashkëshortes së tij Suzan. Pranë arkivolit me trupin e pajetë të atit princi Leka Zogu i dytë u betua se do të vazhdojë rrugën e gjyshit dhe babait të tij. Leka Zogu i parë lindi në 5 prill të vitit 1939 në Tiranë. Është djalë i Ahmet Zogut, i shpallur mbret i Shqipërisë në vitin 1928. Kur ishte vetëm 2 ditësh, në prill të vitit 1939, familja mbretërore nis një jetë të re në Mërgim. Leka Zogu i parë u arsimua në Parmore House në Britani dhe më pas në shkollën angleze në Egjipt. Gjithashtu, përfundoi studimet për ekonomi në Sorbonne, duke u angazhuar më pas në ushtrinë britanike si lejtnant. Leka u bë trashëgimtar në Mërgim i fronit në 5 prill të vitit 1957 dhe pas vdekjes së mbretit Zog në vitin 1961, Leka u shpall mbreti shqiptarëve nga Asamblea Kombëtare Shqiptare në Mërgim. Në vitin 1975, ai u martua me nënshtetasen australiane dhe ish mësuesen Suzan Cullen Ward ndërmjet një martese civile. Mëtej, ata u vendosën në Afrikën e Jugut ku lindi dhe djali i tyre. Pretendenti për vonin mbretëror shkeli për herë të parë në Tiranë në nëntor të vitit 1993 me një vizitë të papritur kur ul në aeroportin e Rinasit me një avion privat. Ai bëri një përpjekje të parë për të ringjallur dhe ushqyer idenë e monarkisë në ato vite. Leka Zogu i parë u rikthye përfundimisht së bashku me familjen për të jetuar në Shqipëri pas 5 vjetësh në qershor të vitit 2002.